U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe me të ftuarin ton të radhës. Shkupi këtë javë do të jetë një koqire, një takimi të rëndësishëm rajonal ku pritet të mblidhen lider dhe përfaqësues të bashkësive islame nga vendet e Ballkanit. Takimi organizohet nga Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut dhe synon të forcojë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve fetare islame në rajon si dhe të trajtojë sfidat me të cilat përballen komuniteti musliman sot. Dhe sot me mua në studio kemi Fejzullah Sadiku nga Bashkësia Fetare Islame. Përshëndetje i nderuar, mirë se erdhët në emisionin e Ritmi i ditës. Përshëndetje, fillimisht falenderojmë Zotin e Gjithësisë, i cili na mundsoi që të gëdhim edhe këtë mëngjes me shëndet të plot, dhe më pas ju falenderoj juve që na keni bërë ftesën dhe na keni dhënë mundësinë që të shpalosim edhe aktivitetin ton, i cili është me përmasa ndërkombëtare dhe është i rëndësishëm së veçantë pikërisht për shtetin tonë dhe për gjithë besimtarët mbar. Zotëri Sadiki, mund të na thoni fillimisht sa i rëndësishëm është organizimi i këtij takimi të liderëve islam të Ballkanit në Maqedoninë e Veriut? Takimet këtilla janë gjithmonë të rëndësishme, mirë po parë situatën në të cilën ndodhemi aktualisht, shikuar nga dimensionet të ndryshme, në veçanti të konflikteve të ndryshme politike, ideologjike, fetare, etnike e kështu me radhë, arrim të kuptojmë se ky takim i këtillë është të jetë i rëndësishëm, sidomos për rajonin në të cilin ne jetojmë, duke marrë parasysh se arena e Ballkanit gjithmonë ka qenë vend në të cilin ka jetuar njerëz banorë të kombeve, të etnive, të kulturave, të gjuhëve të ndryshme. Mirë po ajo që e bën të veçantë këtë është se gjithmonë kanë arritur që në një farforme të arrijnë që të krijojnë një bashkëjetesë të bukur, të mirë, e cila gjithmonë ka arritur që për skaj konflikteve të cilat kanë ndodhur në fund të krijojnë një lloj uniteti, bashkëjetese, mirëkuptimi, tolerancë mes njëri tjetrit, dhe kjo fal këtyre iniciativave, këtyre organizimeve, këtyre summiteve të cilat ndoshta kanë ndodhur në të kaluarën, vazhdojnë të ndodhin tani dhe shpresojnë që të jenë aktuale edhe në të ardhmen. Mund të na thoni se çfarë roli luan Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut në organizimin dhe koordinimin e këtij aktiviteti, por edhe në promovimin e këtij dialogu ndërfetar? Bashkësia Fetare Islame jo vetëm tani, jo vetëm me këtë summit, por gjithmonë ka qenë epiqendra e ruajtjes së tolerancës dhe bashkëjetesës në vendin tonë. Për faktin se Bashkësia Fetare Islame gjithmonë ka thirrur në bashkëjetesë dhe atë gjithmonë duke u inicuar dhe duke u motivuar nga parimet bazë të Islamit, ku Islami gjithmonë e ka menduar njeriu në epiqendër të vëmendjes. Duke u nisur nga ajo se i Madhi Zot ka krijuar njeriu dhe ka bërë si qenie më të nderuar, duke u bazuar edhe në ajetet kuranore ku i Madhi Zot shpesh na bën të kuptojmë, na bën të qartë se s'ka qenie krijesë e cila duhet të jetë më nderuar, më e çmuar dhe më e respektuar në sipërfaqen e tokës sa njeriu. Duke u nisur nga ajo se elementi i përbashkët i gjithë njerëzve është burimi apo gjeneza nga ku vim, domethënë se jemi të krijuar prej një babe dhe një nëne, dhe në këtë kontekst Islami gjithmonë ka kërkuar nga njerëzit, në veçantë nga muslimanët, që gjithmonë të kenë parasysh këta parime, këta norma, këta mësime dhe të mundohen që duke u nisur nga kjo të arrijnë që të krijojnë një harmoni, të krijojnë një bashkëjetesë e cila do të jetë shembull për të gjithë. Dhe në këtë mund të shtojmë edhe faktin se edhe vetë pejgamberi i Zotit është ai i cili arriti që të krijojë një unitet, arriti që të krijojë një paqe, një bashkëjetesë e cila vazhdon sot tek kësaj dite të jetë rol model për shumë shtete të botës, të jetë rol model për shumë organizata të botës, të jetë rol model edhe për ndoshta për Kombet e Bashkuara, ku s'ka dyshim se nëse ne i kthehemi esencës, i kthehemi Kuranit dhe mësimet pejgamberit, ka mundësi që ndoshta sot të krijojmë një paqe e cila do të jetë e mirëseardhur për të gjithë neve. Dhe në këtë kontekst Bashkësia Fetare Islame, jo vetëm tani me këtë summit, por Bashkësia Fetare Islame gjithmonë në të kaluarën ka qenë e ftuar në samite të ndryshme, ka qenë e ftuar në konferenca të ndryshme, ka qenë e ftuar në panele të ndryshme, në stadi vizit të ndryshme, ku ka qenë temë diskutimi paqja dhe toleranca, dhe gjithmonë është munduar që të jap maksimumin nga veçja për të kontribuar në të mirën e përgjithshme të njerëzve në përgjithësi, që njerëzit ta kenë si bazë, si parim esencial respektimin e tjetrit, pavarësisht bindjeve të cilat i ka, pavarësisht ngjyrës të cilën ai e gëzon, pavarësisht gjuhës të cilën ai e flet, por gjithmonë duhet i qasim njerëzve në bazën e tolerancës, për arsye se Islami ka kërkuar që njerëzit të jenë paqësorë, të jenë tolerant. Nga vetë emri, termi i fjalës Islam, ne duhet që të nisim nga ajo ku edhe Zoti thotë: "O ju që keni besuar, hini thot në paqe në mënyrë të rëndësishme." Të thotë se Zoti i plotfuqishëm kërkon që ne të jemi gjithmonë paqësorë.
ne duhet të respektojmë gjithmonë të tjetrin, ne duhet të respektojmë gjithmonë mendimin ndryshe. Asesi nuk duhet të jemi gjithmonë nuk duhet të jemi ata të se duhet të këmbëngulim në atë që ne e shprehim, në atë që ne e mendojmë, në atë që ne e themi, por gjithmonë duhet të nisim nga parimi se është edhe tjetri duhet të respektohet, është edhe mendimi i tjetrit duhet të merret në konsiderat, por gjithmonë duke arritur që ta ruajmë atë që ne e besojmë, atë që ne e praktikojmë, duke mos shkelur vlerat tona, por të respektojmë vlerat e të tjerëve. Në Bashkia Fetare Islam, fat i angazhimeve të tjera, në veçantë fat për kushtimit të kryetarit të saj, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, sot Bashkia Fetare Islam është pjesë e konventave të ndryshme, është pjesë e organizimeve të ndryshme, konferencave të ndryshme, duke filluar nga Davosi në Kairo, në Kambodgja vitin e kaluar, ishim pjesë e një konferencë dhe dialogu ndërfetar në Kambodgja, ku ishte temë Islami dhe Budizmi, ku është në të vërtet krenari e veçantë që Maqedonia e Veriut të përfaqësohet nga Bashkia Fetare Islame e saj, një shtet i vogël, por merr pjesë në samite, të cilat janë me përmasa të mëdha ndërkombëtare. Mund të na thuani se cilat vende dhe përfaqësues fetar pritet të marrin pjesë në këtë takim të themi kaq të rëndësishëm dhe mund na thuani se çfarë e bën këtë takim apo këtë samit kaq të veçantë? Ajo që këtë samit e bën të veçantë është për faktin se për herë të parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut organizohet një samit i këtill në të cilin do të marrin pjesë të gjithë shtetet e Ballkanit. E dyta që e bën të veçantë është se ne gëzojmë fatin që ta kemi jubileun e këtij samiti, do thotë që është i 10-i me radhë. Për arsye se ky samit është rezultat i një vendimi që është marrë nga Këshilli i Euroaziatik, që të ketë edhe një këshill tjetër ballkanik i cili do të organizojë samite të këtilla, ku temë diskutimi dhe trajtimi do të ketë koekzistencën, bashkëjetesën mes popujve të ndryshëm, feve të ndryshme e kështu me radhë. Por Bashkia Fetare Islame, duke u nisur nga ajo se çdo një gjëje, qoftë ajo minimale e deri te maksimalja, duhet përkushtimi të jetë gjithmonë i nivelit të lartë. Dhe nisur nga ky parim, ne jemi mobilizuar që ky organizim, ky samit të jetë i përmasave të mëdha, ku do të jetë shembull për të ardhmen se si duhet të organizohet një samit i këtill. Dhe në këtë samit do të marrin pjesë përfaqësues dhe kryetarë të bashkësive fetare islame nga Rumania, Slovenia, Kroacia, Serbia, Kosova, Bullgaria, Greqia, por ajo që është më e rëndësishme është se do të marrë pjesë edhe kryetari i Dianetit të Republikës së Turqisë në bashkëpunim me të cilin edhe organizohet ky samit. Ky samit, sa ditë do zgjat ky samit në vendin tonë? Nesër do të jetë edhe hapja zyrtare e samitit, hapja solemne, ku do të marrin pjesë edhe kryetari i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zëvendës kryeministri i parë do të marrë pjesë, do të thotë zotëria Flimgashi dhe zotëri Bekim Sali, po ashtu do të marrë pjesë edhe drejtoresha për marrëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet religjioze, do të marrin pjesë edhe përfaqësues të bashkësive dhe unioneve fetare islame nga diaspora, duke filluar nga Gjermania, kryetari i Unionit të Bashkësive Fetare Islame të Gjermanisë, kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Italisë, kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Austrisë, po ashtu ftesë ka pas edhe kryetari i Komunitetit Musliman Shqiptar të Zvicrës, por për shkaqe objektive nuk do të ketë mundësi që të marrë pjesë nesër. Ky samit pastaj do të vazhdojë me seancën e dytë, në të cilin do të marrin pjesë vetëm liderët fetar dhe shoqëruesit e tyre, ku do të jetë një mbledhje pak më nivelit të rrethit më të ngushtë, në të cilin do të shqyrtohen çështjet të cilat janë të rëndësisë së veçantë pikërisht për kohën dhe momentin në të cilin neve jetojmë. Cilat do të jenë temat e diskutimit në këtë samit? Ky samit ka një temë diskutimi, roli dhe ndikimi i bashkësive fetare islame në forcimin e bashkëjetesës në shtetet e Ballkanit. Mirë po, kjo temë pastaj në vete do të ngërthej nën tema të tjera, të cilat do të burojnë, do të dalin nga kryetarët e ndryshëm të bashkësive fetare islame, ku gjithë secili nga këndvështrimi dhe perspektiva e tij do të trajtojë këtë çështje, duke dhënë edhe sugjerime, vlerësime, opinione, mendime se si ne duhet që ti forcojmë kapacitetet tona, se si ne duhet të kontribuojmë në forcimin e bashkëjetesës, sidomos në shtetet e Ballkanit. Mund të na thoni sa i rëndësishëm është bashkëpunimi ndërmjet bashkësive islame të themi të Ballkanit në kohën e sfidave të sotme shoqërore dhe ato kulturore? Bashkëpunimi mes bashkësive fetare islame të Ballkanit është jashtëzakonisht i rëndësishëm së veçantë, për arsye se një bashkëpunim i këtill neve na jep mundësi që
organizimin e jetës fetare të jemi më të lirë, të jemi më komod dhe të kemi mundësi që të koordinojmë më bukur edhe për segmentet fetare dhe jo vetëm. Për arsye se ka mundësi që të kemi shumë probleme si në të kaluarën që ndoshta edhe ka ndodhur kur ka pas edhe probleme të caktimit të datave të fillimit të muajit të Ramazanit ose të Bajramit e kështu me radhë. Mirë po, një bashkëpunimi i këtillë i afërt dhe i ngushtë me bërësie fetare islame bën që ne ti të kalojmë këto problematika, ti të kalojmë këto sfida dhe të jemi më bashkëpunues edhe për në të ardhmen, duke kontribuar dhe duke këmbyer edhe përvoja në fusha të ndryshme të jetës, duke filluar nga ajo edukative, arsimore, fetare e kështu me radhë. Për këtë arsye mendoj se në të ardhmen nëse forcohet ky bashkëpunimi i këtillë do të jetë në të mirën e përgjithshme të njerëzimit përgjithësi, por të besimtarëve musliman në veçantë. Mund të na thuani në një kohë kur rajoni përballet me sfida të ndryshme sociale dhe ato kulturore, çfarë peshe ka ky takim për unitetin e bashkësive islame në Ballkan? Ky takim ka një rëndësi dhe peshë të veçantë për arsye se pikërisht sot në këtë moment ku ne jemi dëshmitar të problematikave të ndryshme, të sfidave të ndryshme, të elementeve të ndryshme të cilat mundohen që ta defokusojnë njeriu nga esenca e tij, për të cilën edhe ka ardhur në kësaj bote, ky takim dhe takimet e këtilla të kësaj natyre janë gjithmonë të mirëseardhura. Në veçantë tani kur ndoshta jemi edhe të vetëdijshëm për faktin se fatkeqësisht janë duke ndodhur edhe konflikte ndoshta në terren të largët, mirë po që ata mund të përshkallëzohen të vinë në terrene të afërta. Roli i këtij takimi besoj se do të jetë shumë i madh në unifikimin e mendimeve të liderëve të bashkësive fetare islame, të cilët nuk janë thjesht liderë, por janë edhe misionarë, të cilët s'ka dyshim se me përkushtimin e tyre, me punën e tyre, me angazhimin e tyre kanë mundësi që të luajnë një rol jashtëzakonisht të madh në uljen e tensioneve, në krijimin dhe forcimin e paqes në rajon dhe në botën në përgjithësi. Në përgjithësi, sa është e rëndësishme që institucionet fetare të jenë të dhemi faktor aktiv në ndërtimin e paqes dhe mirëkuptimit në shoqëri? Institucionet fetare kanë qenë në të kaluarën, janë tani, por besoj se në të ardhmen do të jenë faktor kyç në ndërtimin e paqes në shoqëri, por ndërtimin edhe të paqes në botë, për arsye se këta janë përfaqësues dhe mishërojnë atë të sotmen me atë që ka proklamuar vetë pejgamberi i Zotit Muhammed a.s. i cili gjithmonë ka qenë i dërguar edhe si mëshirë, por ka kërkuar që edhe besimtarët në përgjithësi të jenë ata të cilët do të shpërndajnë mëshirën. Besimtarët duhet të jenë gjithmonë ata të cilët duhet të marrin shembull nga personaliteti i bukur dhe i mirë i pejgamberit të Zotit, se si duhet të ndërtohet një bashkësi në të cilin do të jetojnë popull nga fise të ndryshme, popull me gjuhë të ndryshme, popull me kultura të ndryshme, por që në fakt në esencë ata do të bashkëjetojnë dhe do të koordinohen në formën më të bukur të mundshme mes vete. Dhe pikërisht për këtë besoj se liderët tani aktualisht të bashkësive fetare islame, nëse eventualisht ata e kuptojnë rëndësinë, esencën dhe pozitën në të cilën gjenden, ata japin maksimumin nga vetja e tyre që të jenë elementi kyç, pika kyçe në ndërtimin e kësaj koekzistence, kësaj bashkëjetese pikërisht në ditët e sodit. Mund të na thoni se bashkësia fetare islame në Maqedoninë e Veriut çfarë pritshmëri ka nga ky takim dhe çfarë rezultatesh të themi konkrete shpresoni të dalni prej këtij takimi? Bashkësia fetare islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke u nisur nga ajo se pritshmëritë ka shumë të mëdha, edhe u zotua dhe mori përsipër edhe organizimin e këtij samiti të 10 pikërisht në vendin tonë, në shtetin tonë, dhe pritshmëritë mendoj se janë jashtëzakonisht të mëdha, për arsye se konkluzat të cilat presim që të dalin nga ky takim, nga ky samit, janë ata të cilat do të definojnë edhe do të përcaktojnë se si do të zhvillohen rrjedhat e bashkësive fetare islame të rajonit dhe botës në përgjithësi, për arsye se nuk do të jetë vetëm një samit formal, i cili do të përfundojë pas nesër dhe gjithçka do të futet në harres, por jo, ne mendojmë se do të merret edhe plan, do të krijohet edhe një plan aksionar se si ne duhet për shembull të forcojmë kapacitetet tona ndërmjet bashkësive fetare islame në mënyrë që t'ju ndihmojmë të gjithëve në përgjithësi për me krijuar një klimë, një atmosferë, një frym pozitive dhe një harmoni të pashoqë në vendin tonë, në rajon dhe në botë në përgjithësi. Dhe në fund mund të na thoni cili është mesazhi që dëshironi të përcjellni deri tek besimtarët musliman dhe për opinionin publik nga ky takim i liderëve islam të Ballkanit? Fillimisht unë do të përcjell një mesazh universal të Islamit, i cili është mesazhi që Zoti i Plotfuqishëm edhe ne ka përcaktuar në Kur'anin famuljar, ku thotë se o ju njerëz,
ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femre, dhe ju kemi ndarë në fise, në familje, në fise, në mënyrë që ju të njiheni mes veti. Do të thotë se ne paraprakisht, para se me paragjikuar për njëri tjetrin, para se me krijuar mendime të këqija apo mendime të pabaza për njëri tjetrin, ne fillimisht duhet që ta njohim njëri tjetrin, të bisedojmë me njëri tjetrin, të komunikojmë me njëri tjetrin dhe pastaj të mundohemi që të krijojmë një shoqëri, të krijojmë një harmoni, të krijojmë një unitet dhe të bashkëjetojmë me njëri tjetrin duke e njohur atë, për arsye se kjo është një kërkesë nga Zoti i Plotfuqishëm dhe mbas asaj që kam marrë pjesë në samite tjera të mëparshme dhe nga ajo që do të ndodhë nesër dhe pas nesër në vendin tonë, jam i mendimit se mesazhi i cili do të buroj nga ky samit është që ne si njerëz që jemi të krijuar nga Zoti i Plotfuqishëm, nga një babë dhe një nënë, duhet që gjithmonë ta kemi parasysh se pa respektuar tjetrin nuk mund ta respektojmë vetveten tonë, ka se esenca kryesore e jetës së njeriut është që ky njeri duhet që gjithmonë të krijojë një ekuilibër në jetën e kësaj bote. Ky ekuilibër fillon nga vetvetja, duke bërë një baraspeshmjes shpirtërores dhe materiales, e më pastaj ky ekuilibër duhet që të reflektojë edhe në shoqëri, duke u munduar që gjithmonë të japim të drejtën atij që e meriton dhe duhet gjithmonë të kërkojmë llogari nga ai të cilit i kemi dhënë edhe përgjegjësi dhe nisur nga kjo gjithmonë duhet ne që të mbyllim derën e të keqes, të mbyllim derën e parimit të së keqes, duhet të mbyllim derën e satanikës dhe gjithmonë të japim të drejtë, të japim përparësi asaj që është hyjnore, shpirtërore, për arsye se vetëm në këtë mënyrë, vetëm në këtë formë ne do të kemi mundësi që të jemi shembull për botën mbar, se si duhet që të ndërtohet një shoqëri e cila është shoqëri e bashkëjetesës, shoqëri e mirëkuptimit, shoqëri e paqes, shoqëri e tolerancës, asesi shoqëri e hedonizmit, agresivitetit, e dhunës e kështu me radhë. Për këtë arsye, mesazhi i qartë është se ne si besimtar, si musliman, duhet që gjithmonë të kemi parasysh këta vlera, këta mësime, këta perceptime për të krijuar një unitet, një harmoni, për arsye se ndoshta edhe në të kaluarën, nëse neve jemi sot këtu në këtë bashkëjetesë, jetojmë në frymën e kësaj tolerancë, është si rezultati i kontributit që kanë dhënë edhe të parët tanë, të cilët na kanë frymëzuar dhe na kanë udhëzuar në këtë rrugë dhe në këtë drejtim. Ju faleminderit edhe një herë që ndatë kohë për të ndarë gjitha këto informacione lidhur këtij takimi që do të fillon nga dita e nesërme, ku Shkupi do të jetë një koqire e këtij takimit kaq të rëndësishëm, takim liderësh ndërfetar. Ju faleminderit. Faleminderit juve, nderuar.